Tenderët dhe prokurimet publike kanë qenë një nga argumentet që përdorte kryedemokrati Lulzim Basha në kërkesën e tij për qeveri teknike apo për nënshkrimin e marrëveshjes me Ramën për futjen në qeveri të 6 ministrave dhe zëvendës kryeministres. Por me marrjen e detyrës, ministrat po veprojnë ndryshe nga sa deklaruan apo u zotuan. Futja e ministrave në qeveri u argumentua me mbajtjen në kontroll të administratës për fushat në mënyrë që të mos lejoheshin abuzime, si dhe të garantohet transparencë dhe standarde. Ndryshe nga zotimi, ministrat e quajtur teknik të emëruar nga Partia Demokratike nuk i kanë rezistuar dot tenderëve, duke shkelur zotimin dhe VKM-n e kryeministrit që të mos jepeshin tendera në kohë fushate. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Xhulieta Kërtusha, vetëm 10 ditë më parë në kulm të fushatës elektorale, ka nënshkruar tenderin për rikonstruksionin e shtëpisë së moshuarve në Shkodër me vlerë totale 72.5 milion lek. Si për rastësi, tenderi është dhënë Xhavit Ismailit, vëllai i Fiqeri Ismailit, kryetari i Bashkisë së Vorës. Report TV ka arritur të sigurojë kontratën e nënshkruar më 9 qershor mes Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Alba Konstruksion SHBK e përfaqësuar nga Xhavit Ismaili, administratori i shoqërisë tashmë të quajtur kontraktuesi. Sipas kësaj kontrate, Alba Konstruksion do të bëjë rikonstruksionin e shtëpisë së moshuarve në Shkodër faza 2. Vlera e kësaj kontrate është 72.5 milion lek pa TVSH ose afro 87 milion lek me TVSH. Më ironike është dhe fakti se pak pasi mori detyrën, ministrja Kërtusha nëpërmjet stafit të saj postoi në faqen zyrtare të ministrisë në Facebook një status ku sulmonte paraardhsen dhe zotoi se deri në fund të detyrës së saj nuk do të firmoste asnjë tender. Por as 2 javë më pas, ministrja ka thyer zotimin. Për më tepër, ky tender tashmë i bërë publik i jepet vëllait të një prej eksponentëve më të lartë të opozitës, Fiqeri Ismailit, i cili mban postin e kryebashkiakut të Vorës. Nuk dihet nëse ky është i vetmi tender i firmosur nga Ministria Teknike, apo në këtë dikaster ka edhe tendera që ministrat i ketë firmosur në kundërshtim me zotimin e saj publik dhe vendimin e Këshillit të Ministrave.